Mirë, do të flasim për sfidat e qeverisë Kurti, por edhe çfarë po ndodh me zhvillimet në Serbi, çfarë ndikimi mund të kenë ato në Kosovë, pasi vazhdimisht jemi mësuar që krizat në Serbi të mundohen për të transmetuar edhe në veriun e Kosovës. Nexhmedin Spahiu, politolog, është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Zoti Spahiu, faleminderit shumë që jeni sot me ne. Gëzuar një vit të mbar. Gëzuar gjithashtu. Mirë, tashmë zoti Kurti ka marrë, po them në të dhënat e drejtanishme, 56 vende në parlament, pra nuk është se ka ndonjë problem dhe ndonjë vështirësi për krijimin e qeverisë, një rritje e ndjeshme krahasuar me zgjedhjet e shkurtit. Por cilat janë, mendoni, sfidat kryesore që do të ketë zoti Kurti në këto 4 vite që pritet të nisin së shpejti? Po, sfida e parë dhe ndoshta më e vështirë është zgjedhja e presidentit. Tani me këto numra dhe në bazë të një interpretimi të gjykatës kushtetuese të viteve të mëparshme, është shumë e vështirë që të zgjedhet një figurë konsensuale, e cila do të mund të marrë dhe votat e opozitës ose të një pjesë të saj për të plotësuar numrin 80 dhe për të deputetëve për të në sallë për të zgjedhur presidentin. Kështu që kjo akoma mbetet një sfidë dhe rrezik për një ngërç të ri politik, përkundër këtij rezultati tepër bindës në të zgjedhjeve të kombëtare të 28 dhjetorit të vitit të kaluar. Po, a mendon se zoti Kurti mund të jetë i gatshëm të shkojë në zgjedhje të parakohshme vetëm që të mos heqë dorë nga kandidatura e Vjosa Osmanit? Jo, nuk besoj që e bën atë. Dhe nuk besoj që ka raportet të tilla që ai do të rrezikojë tashmë fitoren, sepse një fitore e tillë spektakolare është mundsuar fal prezencës opozitës në zgjedhje të diasporës, pa problem. Diasporës në zgjedhje, sepse një numër i madh i votuesve të Kurtit kanë abstenuar nga dalja në zgjedhje. Natyrisht edhe një numër i madh edhe i partive, koqa i madh i votuesve të partive opozitare ka abstenuar nga dalja në zgjedhje, por gjithë kjo mosdalje në zgjedhje është rikuperuar me ardhin e diasporës, me votat e diasporës, e cila ka bërë edhe ndryshimin. Domethënë, PDK-ja ata votues që nuk kanë dalë, domethënë të rezident në Kosovë në zgjedhje, është zëvendësuar me pothuajse të njëjtin numër të votuesve të ardhur nga diaspora dhe kanë ngelur në të njëjtat pozita, në të njëjtat përqindje, ndërkohë që këtu diferenca është bërë mes LDK-s dhe vetëvendosjes, sepse diaspora në masë të madhe si duket e ka votuar vetëvendosjen dhe numri i atyre që kanë abstenuar në LDK dhe atyre që nga diaspora që kanë votuar LDK-n ka pasur një disproporcion dhe kësaj kemi marrë deri te ky rezultat zgjedhor. Në të kundërtën, vështirë që vetëvendosja do të arrinte rezultatet të qoftë edhe të zgjedhjeve kombëtare të 9 shkurtit të vitit të kaluar. Çfarë penalizoi LDK-n, zoti Spahiu, apo ka marrë Vjosa, afrimi Vjosës me zonjës Osmani, me zotin Kurti? Jo, nuk ka të bëjë kjo me Vjosa Osmanin, po mendoj ka të bëjë më tepër me faktin që LDK-ja në deklarimet e saj, të krerëve të saj gjatë këtij viti ka treguar një, si të them, një qasje jashtëzakonisht si të them, jo patriotike ndaj vendit. Për shembull, ka qenë deklarata vetë kryetarit të LDK zotit Abligjiku, i cili thoshte se mund të vijë një politikan i fuqishëm botnor dhe të thotë të mjaft është mjaft, veriu nuk është Kosovë, që tregon një qasje jashtëzakonisht